Jo, përshëndetje i shqipet e mija dhe mirë se erdhët te kanali Abozaj Top, te ky kanali që po lehet onesh, gjithë pe thom qështu. Edhe shumë e vërtet, ju tërgu drejtës po mu shqipe shumë me postu knej, po fokusona ma shumë ma nej, po normal edhe knej. Përse që jeni mirë shqipet e mija, përse që kja verë me jo sjall vetëm fat shëndet lumturi mes juve edhe atyre që keni përreth familjes kryesorja. Që po, ka njëherë që i vinë do momente në jetë që se din qa me bo, një do farë zgjidhja që cilën me zgjidh, a që ato, a këto, cila është ma e mirë për mu. Normal, njeri ju me ndën dhe veprën vetë, se cili njeri individual në këtë botë, por ka njëherë do është ato zgjidhja janë edhe që len një kujtim mbro, pa bro, apo një histori që ndoshta nuk ka qenë me undalë, dhe që aty po tash gjithsesi. Do flasi ma vonë për këto në Shqipe, amo ke që përdu me thonë Shqipe të mja është që na duen ma shumë youtubera neve, youtubera shqiptarë, na duen ma shumë. Thjesht kemi pak, shumë pak, edhe që ata që janë normal jopin gjithë shka për kanalin e tyre, youtube-ën e tyre, mirë po mu konë qaq aktiv, jo. Po kam qef Shqipe me folë për këtë youtuberin që më ka ronë sy edhe e kum njof kështu që ka bo video që thjerët Arizon R e ka pos që tash ju ka ndryshu emri Shqipe që shpe vrejni edhe moti ka bo video kjo që shpe shini që se shkojnë atash të kanali këti është ketë me emër tjetër edhe ndoshta jeni të pytë se qa ka ndodh me kanalin e këti mi të regu drejtu në kum përsjell këto ma herët edhe jeni të i po që video t'jen ende këtu për që kanali që vrejni është shit. Gjo që e ka konfirmua dhe vetë youtuberi kjo Arizoni që ka qenë me një postim që e ka boa video, nuk e di që ka bo veshëm ka dollë aty në Explorer dhe ka thonë që njëherë ka kërku dikush me ble edhe pastaj e ka ble dikush si që përshqit qaj që ke aty të full në dy videot e funit me emrin Kudo. Adhen po vjen bro shumë keq, tash me një onë Shqipe unë s'moj mi përzi askujt se qa bën jetën e tyre, adhen e drejta e ti është, e drejta e juve, e gjithë kujt në botë, qka të dënë me bo. Hamo thjesht, po nina keq që një youtuber, adhen që 8 vjet në YouTube ose ma shumë, edhe që ka grumbullu Shqipet e mija atë shumë views, sa që në toj po 77 milion views, sa dhe me thonë prej 2017-ës. Dhe me dhënë i gjithë kjo mundi, e gjithë kjo pun me 117.000 suba thjesht me shku aq me përfundu. Apet po thomë Shqipet e mija, është e drejt ati në qofë se ky person, ky youtuber Arizoni, në qofë se ky ka mendu që me u bo retired, me dollë në penzi sa i përket YouTube-ës që shtena edhe në ata tjashtet e përmenin me dollë në penzion dhe me thonë, në qofë se ky e ka pos që ato mu bo retired, okej është se gjdo kush ko me dollë në penzion, ko mu bo retired. Në është dhe pak palet që apo voli po edhe Ronaldo edhe pak ko me lujtë futbol edhe ko mu bo retired. Messi gjashtu edhe tjertë edhe. Amo në qëfë se vetëm ka pos nëj sen tjetër edhe e ka fshin, po mënej e ka bo sell kanalin e ka shit, po më vjen keq. Se unë e me të vërtit pashazuti po kom qef ma shumë youtubera mu shtu, anë këtë koncept tash po hekën. Adin thjesht Shqipet e mija nuk e di sa po më kuptoni që adin që ky kanal, që ky youtuber me tën këta views e me tën këta suba thjesht do video super të mira, shumë të bukura, super histori kujtime ka pas këtu, thjesht i gjithë ky mundi me shku poshtë, që tonë s'po kuptoj. Konë që një vjet bën YouTube, ose që 5 muj, ke vendos mu në alë okej, amo bro, 8 vjet, 9 vjet, nashtaj nuk e shet qëtë video, amo mu po më vjen keq, une që kisha pos mu si kisha full edhe me ton live, ose kishna nejt, ose kishna full me bon nëj projekt bashk. Se adin qa po mërzita ma shumë Shqipe, ajtë fondsat të ti. Nashta ju që vëm këqyni dikush është fond si ti. Tash ju një nuk keq. Apo më kuptani, unë e sem të do është as me unë një aj keq, as ata që e dojnë. Unë po thëmë Shqipe, aj që ka vendos është e drejta ti, nashta adhon është ma e mirë për ton. Aj e din. Amo thjesht, të qysh edhe për fondsat është keq. Se fondsat dojnë me dit qka ka ndodhë. Se edhe në TikTok që e ka postu kjo një video ka thonë e kum lon YouTube-en e kum shit e i kum po dokumente njoni ka thonë broja e la YouTube-en pse, qysh ashtu, what the fuck thjesht
njerëzit s'po mujnë me kuptu pse e la. Se normal shqipe unë si ta ulënt me dosh nesër me shit YouTube-un unë duna me marr përgjësim ju tregu juve çka ka ndodhur. A dhe ju veç më thon e shita, tani ju m'pytni mua. Të thoni bro çka ka ndodhur dhe unë për një youtuber që e du nashta thom çau bomër me to pse ky kështu a ka najsena. Ama apet po thom shqipe, s'mujna me dit personin fjalë që çfarë problemi ka ose çka ka pas ose thjesht nuk i pëlqen YouTube-ja mo. Qose që kjo është që ati nuk i pëlqen në rregull jam, a den e drejta ti është, po nëse ka pas ndaj gjën tjetër edhe thjesht e ka lënë mu s'po m'pëlqen hiç, se unë çet person pe dua apet mu kon YouTube edhe me vazhdua bro se YouTube është një sen shumë i mirë, unë e shqipe po foli për vetin tem. Besoj që pe dini kur mu haku YouTube-ja para me të parin qeshor. Tash jena korrik që një muaj 12 ditë mu ka haku YouTube-ja, a din qa kum hek me rikthy. Edhe ato kanali madh që ofër 700.000 suba janë. Qa kum hek mër bro, ju se dini pashat madhe në Allah shqipe. O nuk m'ka dhënë për pare. Se okej, parja është interesant, është sen i rëndësishëm i vlefshëm që oh my god pare kam në YouTube-ën. Amo okej, për paret vine shkajnë, po kujtimet, ton ato video i kun ba aty, ton ata fonca komentimet edhe far video, far momente ka pas në ato video të mija, une që ata më kanë dhënë to bro. Qa ku mek me rikthyat kanal, më ka një muj madhe zët edhe normal YouTube-ja, se kun folja edhe me YouTube-ën ata e ka bot mush me mek atfar mut hakeri pi YouTube-ës teme o bro, zët e vraft ato, ama po do me thonë, qa kum hek, qa që jam i lidh në zemër e kom YouTube sa që kur peshet që të personi po më dhimët, pse mër bro? Edhe në që se jeto e po që të video në bro, pse? Shkrup në Instagram ose diku, a mund është me ma tërgu vesh mu arsyen, kërkujt nuk i të regoj. Se, o bro, 8 vjetë ben YouTube, për shemull, ndoshta ka pas mund si s'po du shipe me full naj sen, se tani mos po preket personi ose naj kush i familjes ti, pasha zotë si jam të thonë sen keq, mos keq kuptoni respekt për ton, për familjen e ti, për gjithë ata që e dojnë, shumë djali i mirë është e krejt, po nëse e ka pas për pare, për shembull, peshes kanalin YouTube se po m'duan parë ashtu kështu. Okej, e kuptoj. O pasha zotë, une isha bon razi, m'ja dhon parët, mos më keq kuptoni apet që po them. M'ja dhon parët, veç apet me këshyr diqysh mës m'ja marr kanalin o bro. Mini mu diqysh me pare, po mi thon vazhdo apet me YouTube. Se qatë shumë e dune për vetë YouTube, edhe kur pesha bro këto, edhe që ky që ka qenë ma aktivi në YouTube, pja nis tull krejt për YouTube-ës mo. Se s'po foli për tjerë, se nuk jenë aktiv tjerë. Nis nja bëni video. Se na shqiptartë jena me numërin ma spakti në botë për YouTubera. Që jena shumë pak. S'po foli për Afrikë gonë, anis kanë internet e sena mo. Për kënina ka na, shumë pak jena bro. Në Serbi, në Macedoni, shumë ko. Sloveni, Gjermani s'po flas anina. Në Kosovë jena shumë pak, edhe që ata që jemi veç 2 jenë aktiv. Unë edhe një, a 2, a nuk e di. Që ton, ju shqipe që po më shikani, ju kisha lut. Fonsave të mi, nis nja bëni YouTube video, se nuk i dihet jetës. Unë ju bëj support. Okej? Nis nja bëni video, unë që se ju shoh, na njoni për juve që më tilnin for you page. Ju shoh që po më pëlqen stil juj edhe kini potencial ju mu bot famshëm, unë kom ja u bore post kanalin e juj. Edhe kini me vazhdu, se thjesht na duon o bro ma shumë youtubera. Edhe më stalom YouTube-ën mas o bro, më stalom diçka që edhe unë në qëfë se iki mos s'ka këtu sen, sjet. Kjo që shive dhe mija, mesazh jem sa për fund është, parmo parasysh se çfarë ndodh njetë, mos u dërzoni. Edhe ndodh çka ndodh, unë e shipe pju thëm, pa shat modhe në Allah, kur ma kanë vjedh YouTube-ën, edhe ti Arizon që pëm këqyr, ma kanë vjedh o bro YouTube-ën, ma kanë haku, me të parin që shur, që ose nuk e din që ku e keni videon këtu foton. Kur ma kanë vjedh, unë e kom thonë mro kulmin krye bro. Marron se me të vra. Dhe ju thani haha ajgar, o bro, pikure kom dërtu YouTube-ën unë 700.000 suba. Sa kujtime kom ton, sa parë, sa sene, me ti marr dikush, apo me nëni su në vetëm kish, e thëm haha, fuck it bro, se sa sen kjo. Qysh do këtë ty për shembull punon me një punë që 10 vjet shembull ose e kini farë mbretëri që e ke kriju, vjen dikush ta merr çato dhe aj çao, dhe ai se bëhen të mirë. Normal, unë jem kon shqipe qatë ditë, më shqyqyr që e kom pasë rosën ofër prindit që më kanë qetësu, më kanë urtu, se qysh jem konë në qatë ditë, mos t'i kisha pas këta, unë e po që kisha bo në sen të dhumë teme, kisha ro murit me krye, bro, qaq jem kon
në panik qatë dit. Po, ja dolëm, që tash ku jam, mos i nalni ondrat e juja, o bro, se parja vjen e shkën, a kujtimet e YouTube-ës qysh dën me kthy mo. Që ato që e ke ndërtu t'jarizën që 8 vjet, 9 vjet, qysh dën me kthy ato mo. O bro, fonset e tu, se sa për mu une, apet, okej, ti shoh videot, a mo fonset e tu që dën, a lopi teje me po najsen, e ti thjesht i ke lon, mu po vjen keq. Kjo shipe ka qenë një video shumë që më ka mërzit edhe apet pjo bëj apel që bëni sa ma shumë video, okej? Na duhen ma shumë youtubera shqiptar, na duhen. Kështë që kje ka qenë shipe të mija, like, comment, subscribe, ju dua shumë i roj zotit gjithve, bye bye.